Ndofta nuk është mirë që për jetën e humbur të biznesmenit italian të flas disa fjalë. Ngushëllime sigurisht familjes dhe Perëndia vend të dorë, se për drejtësinë e pam. U gjet pas disa ditësh se pas ka qenë një çoban. E si mundet vallë këto historitë me çoban? Kur u vra general Telini, italian nuk vajtën Greqigje të merrnin hak. Për çobanin Daud Hoxha u ngritën dhe bën luftën e dytë botërore të çlironin çamërinë, të korrigjonin gabimin që bën. Po kështu një çoban tjetër në krah me gomar na vidhte floririn e shtetit shqiptar. Le të presim maskaradën e radhës të drejtësisë së re, e cila, sikur din ajo, do ta dënoj dhe do ta liroj çobanin hero që mbylli pikërisht këtë krim turpi ndaj një shteti fqinj i cili mban mbi 500.000 shqiptar. Avokati ynë në BE. Kjo është Italia që do duhet të insistoj e të tregoj të vërtetat, sepse është turp për popullin shqiptar që një biznesmen që investon në Shqipëri të përfundoj në atë tragjedi. Ngushëllim e familjes.